Për gjendjen e rëndë nga përmbytjet në Shqipëri, presidenti i Kosovës Hashim Thaçi bisedoi me presidentin e Shqipërisë Ilir Meta. Presidenti Thaçi bëri të ditur se në emër të institucioneve të Kosovës i shprehu presidentit Meta gatishmërinë që ta dërgojë forcën e sigurisë për t'i ndihmuar ekipet e tyre në menaxhimin e krizave dhe emergjencave civile. Jemi të shqetësuar për vëllezërit e motrat tona atje dhe urojmë që situata të mos përkeqësohet më shumë, shkroi presidenti Thaçi në Facebook. Edhe në Kosovë kishte vërshime, por të përmasave dukshëm më të vogla se sa në Shqipëri. Çfarë është gjendja më e re? Gazetarja Albulena Nuha është në terren, e kemi në linje të drejtë për drejtë. Cilat janë informacionet më të reja, Albulena? Po Ilir, rreshtet e mëdha të shiut shkaktuan vërshime edhe në qytete të Kosovës, po ashtu edhe në kryeqytet. Për detaje do të na tregoj koordinatori i qendrës operative të emergjencës Mahir Hasani. Përshëndetje zoti Hasani. Përshëndetje. Më tregoni në cilat qytete keni intervenuar dhe sa familje gjithësisht keni evakuar? Shqipëri Agencioni i Menaxhimit të Emergjencave i ka gjithsej 6 qendra operative. Dhe këto qendra operative punojnë 24 sy për 7. Dhe për këtë kohë, të cilat sa punojnë, në fakt marrin informacione, marrin thirrje nga qytetarët për shqetësime të ndryshe. Po ndërto kanë qenë edhe thirrje të cilat i ke marrë sa i përket rreshurave atmosferike të cilat kanë vizituar këto dy ditë. Dhe nga informacionet që ne kemi, nga qendra operative, nga drejtoritë e shërbimeve publike apo drejtoritë për mbrojtje dhe shpëtim, ne kemi marrë informacione se në komunën e Prishtinës, ja fillojmë nga këtu, ka pas të rreshura, ka pas vërshime, si dhe ka pas evakuim. Diku është folur që evakuimi ka qenë 7 familje, nuk kanë qenë 7 familje, po ka qenë një familje prej 7 anëtarëve, e cila është evakuar tek te afërmet e tij. Dhe kjo ka ndodhur në rrugën Akim Qela në Kalabri. Gjithashtu ka qenë një familje tjetër, e cila është stërhuar tek familjarët e tyre, kurse ka qenë gjithashtu i përfshirë në këto vërshime një restoran. Pastaj rruga për në Vetërnik ka qenë hyrje dalje e blokuar dhe njëjta është sinjalizuar dhe shenjëzuar ashtu si duhet. Pastaj në një banesë kolektive, në një banesë kolektive janë mbushur disa podrume me ujë, ku njësitë të shërbimit zjarrfiks dhe shpëtimit kanë shkuar në vendin e ngjarjes dhe i kanë zbraz ato podrume dhe mendoj se tash janë të kryera. Gjithashtu në rrugën Marrëveza te Via Freshi ka pas 4 garazha gjithashtu të vërshuara nga uji, uji ka pas diku rreth 60 cm. Kurse sa i përket fshatrave të Prishtinës ka pas problem në fshatin Bërnic, Barilev, Llukar, ku ka pas edhe blokim të rrugëve, por si pasojë e blokimit të kanalizimeve dhe këtyre prockave. Se zakonisht ne me turinat i hodhim në ato prockë në ato rrymej dhe pastaj kur ka vërshime ne kem probleme me të rreshura. Në komunën e Drenasit disa lokale kanë qenë të vërshuara nga ujit në qendër të Drenasit. Pastaj një restoran Lumi, jashtë quajtur, ka qenë vërshuar nga Lumi Drenica, si dhe një urë ka qenë gjithashtu e përfshirë, por e kalueshme ka qenë për qytetarët tek Zabeli Urlit. Kurse në Kastriot ka qenë dëmtim i një kulmi, i një shtëpie të banesës kolektive dhe gjithashtu aty është ndërhyrë. Kurse sa i përket komunës së Podujeve, ka pas probleme në fshatin Shtedim, Lagja me Tehi, Dumnic, Bollovc, Lumi ka dalë nga shtrati. Mu për shkak të atyre problemeve që përmenda më herët, në fshatin Lupsh, në një lagje Lumi ka dalë nga shtrati dhe janë vërshuar arat. Në fshatin Slatin, në drejtim të fshatit Rrezit, ka pas shembje të dheut. Në fshatin Lug, në Lap, është rrëzuar një pemë në lumin Lap dhe pastaj ka ardhur deri te fryrja dhe dalja e lumit nga shtrati. Sa i përket rajonit të Pejës, kemi informacione se rruga e cila ka qenë bllokuar nga rrëshqitja e gurëve në Rugov është pastruar nga kompania e cila është përgjegjëse atje. Ka pas gjithashtu vërshime në rrugë për arsye të grumbullimit të mbeturinave në fshatin Carabreg, domethënë në komunën e Deçanit, dhe rrëshqitje të gurëve në rajonin e Pejës ka pas në fshatin Cirkolec.
Kurse sa i përket Prizrenit gjithashtu ka qenë i përfshirë. Para 3 ditë kem pas informacione se në komunën e Dragazhit ka qenë gjendja pak më e vështërsuar, ku 6 familje kanë qenë të përfshira nga rreshjet e shiut. Në fshati Reçan ka qenë i përfshirë një restoran, një lokal i cili është i ndërtuar për skaj lumit, dhe qytetarët në të ardhmen duhen të kenë kujdes se ku ndërtojnë dhe çka ndërtojnë. Shtëpitë e vërshuara dhe podrume kanë qenë 4 në Prizren, në fshatin Bllac kanë qenë të rrezikuara disa shtëpi, dhe sa i përket Prizrenit, më thonë së fundit, është se ka pasur 3 podrume, të cilat kanë qenë të vërshuara, dhe ekipet e shërbimit njësive profesionale të zjarfikse dhe shpëtimit kanë terminuar dhe e kanë larguar ujin. Komuna e Suharekës ka pas një intervenim në fshatin Shirok, ku është bërë largimi i ujrave. Mitrovica ka pas gjithashtu probleme jo aq të seksuara, sa që ka pas Prishtina edhe Peja, po ka pas në Shupkov vërshimi qendrës së kontrollit të automjeteve, ashtu quajtur ylli, pastaj ka pas shembje të gurve në fshatin Mazhiq Mitrovic, vërshim i një podrumi të një marketi Melenica ashtu quajtur, shembje të gurve në fshatin Rahov Mitrovic, dhe këto kanë qenë ato informacionet që ne i kemi pas. Mirë, Zoti Hasani, ta bëjmë të qartë për publikun, kur duhet të intervenoj qendra për emergjencë, realisht kur duhet të evakuohet një familje? Shqiqoni, Agencioni Menaxhimit të Emergjencave ka shtrirje në tërë territorin e Kosovës. Dhe Agencioni Menaxhimit të Emergjencave reagimin është niveli qeveritar, dhe reagimin e parë e bojnë reagues të parë ata të cilët janë në për niveli komunale. Dhe reagimet apo intervenimet tona janë të ndara. Në momente kur kuvendet komunale apo komunat nuk kanë resurset të mjaftueshme, bëjnë kërkesë në Agencionin e Menaxhimit të Emergjencave dhe pastaj ne ju dalim në ndihmë. Derisa ata nuk bëjnë kërkesat e tilla, Agencioni i Menaxhimit të Emergjencave gjithmonë monitoron gjendjen dhe normal që ndikon me zyrtarët e vet. Për arsye se në çdo emergjencë apo situatë të tillë, Agencioni i Menaxhimit të Emergjencave është një farë mënyrë e ka një ngritje të gjendjes dhe e monitorojmë gjithë territorin. Juve përmendet edhe më herës që gjithsej në gjithë Kosovën keni 6 qendra. Më tregoni më shumë për këto qendra dhe funksionimin e tyre. Po, qendrat operative emergjente të Agencionit të Menaxhimit të Emergjencave mbulojnë territorin e Kosovës me 97%. Ne kemi qendrën e fundit se cila është hap, është gjysmë funksionale edhe në pjesën veriore të Mitrovicës. Numri 112 nuk funksionon, por kem kontakte dhe ata bashkëpunojnë dhe raportojnë Agencionit të Menaxhimit të Emergjencave. Gjitha këto informacionet të cilat vinë nga ato qendra, nga individ, nga institucione relevante, të cilat bashkëpunojnë me to, qofshin ato qendrat e Policisë Kosovës, apo qendrat e FSK-s, apo qendrat e tjera, ne e kemi një bashkëpunim jashtëzakonisht mirë dhe të gjitha ato informacione merren, analizohen dhe pastaj raportohen në për dikastere relevante. Duke i parë vërshimet e mëdha dhe dëmet që janë shkaktuar në Shqipëri, juve keni dërguar qendra emergjente, realisht ka dërguar njësitë edhe atje. Më folni për... Shqiqoni, duke vlerësuar gjendjen alarmante e cila është duke zhvilluar në Shqipëri, qeveria e Kosovës, më saktë Ministri i Punëve të Brendshme, në konsultim dhe në miratim me Kryeministrin, kanë jep urdhër drejtorit të Menaxhimit të Emergjencave që të përgatit njësi profesionale për ndërhyrje për zhvillimin e operacioneve në Shqipëri. Dhe drejtori i përgjithshëm i Agencionit të Menaxhimit të Emergjencave, posa ka marrë këtë urdhër, ka jep urdhër për përgatitjen e njësive profesionale për kërkim shpëtim në ujra. Ato njësi profesionale ne i kemi dhe Agencioni i Menaxhimit të Emergjencave me urdhër të kryeshefit ka përgatit 35 reagues të cilët kanë shku për Shqipëri, janë nisë sot mëngjes, kanë mbrri atje, 3 ekspert të emergjencave civile, si dhe 6 varka, të cilat diku pas mesdite kanë mbrri në qarkun e Firit dhe më sakt ata janë duke operuar me njësi të ndërhyrjes së shpejtë të Shqipërisë në rajonin e Levanit. Dhe ne kemi kontakte me ta,
si dhe përgatitja e tyre është bërë të atyre njësive të cilat janë në reagim, qofshin ato të Shqipërisë apo tonët, është bërë në mbështetje të IPA programit, të cilat njësi janë trajnuar nga IPA, si dhe janë pajisur me pajisje shumë të sofistikuara nga IPA program. Faleminderit shumë atë. Faleminderit edhe juve. Sipas meteorologëve, gjatë ditës së sot, gjatë orëve në vazhdim në fakt, do të ketë rreshje të shiut, ndërkohë që gjatë ditëve në vazhdim do të ketë edhe rreshje të borës. Ne dim se bora shfaqe dhe na sjell edhe të lashët e veta, ndërkohë që ne do të përcjellim punën e institucioneve gjetëse se sa do të jenë të gatshëm dhe sa janë të përgatitur në fakt. Ilir, linja për ju në studio. Kjo ishte gjendja në terren pas vërshimeve në Kosovë. Do të vazhdojmë tani magazinën informative me materialet të tjera. Po kalon edhe një vit mirë, po nuk shihet ndonjë shenjë shpresdhënëse se qytetarët e Kosovës do të mund të udhtojnë pa viza, spaku jo në një të ardhmë të afërt. Pasojat janë shumë dimensionale. I ndjejnë në kurrizin e tyre në radhë të parë qytetarët e rëndom të Kosovës. Premtimet e pushtetarëve për afate të caktuara se kur do të hiqet ky izolim kosovarëve tashmë po merren jo vetëm me rezerva nga qytetarët, por duket se kanë humbur edhe kuptimin. Nëse e kryojmë një komision 3 për demarkacionin, pra një komision 3 i cili ka gjetrat e reja, ne fillojmë procesin e ri, ju thojmë atyne është në rrugë me u zgjidh. Pra nuk shoh periudhë më gjatë se 3 muaj nga momenti i nisjes punës për liberalizim. Ky ishte premtimi i kryetarit të AAK-s Ramush Haradinaj gjatë fushatës zgjedhore për të parin e qeverisë. Ndërsa më 9 shtator, Haradinaj ishte zgjedhur kryeministër i vendit me 61 vota të deputetëve të kuvendit. Javën e ardhshme bën 3 muaj që nga marrja e postit të kryeministrit nga Haradinaj, por liberalizimi i vizave ende nuk ka ndodhur. Në qeveri thonë se ky nuk është dështim i premtimit të dhënë nga ana e kryeministrit Haradinaj. Jo, absolutisht nuk është kur farë dështimi, sepse ne jemi në rrugë të mirë, procesi është të shku, thash, ma shpejt se sa e mendojnë pesimistët në vendin tonë. Po optimist, si që një jo pritet brenda vitit të bërë liberalizimi? Unë jom optimist i matur. Pritet brenda vitit të bërë liberalizimi? Sigurisht që pritet brenda vitit dhe muat që vjenë. Dërsa profesori universitar i çështjeve evropiane Labinot Grejqevci thot se edhe nëse ratifikohet demarkacioni në muajin dhjetor në kuvend, teknikisht institucionet e vendit së paku edhe 3 muaj duhet të presin për procedurat që i ka BE-ja për liberalizimin e vizave. Procedurat institucionale brenda Bashkimit Evropian janë të tilla që kërkohet minimumi edhe 2 deri në 3 muaj për të pasur vendimarrje të qartë dhe precize që të ndodh liberalizimi i vizave edhe për qytetarët e Kosovës. Pra, nuk është diçka që mund ndodh brenda natës apo brenda javës. Politikanët duhet të jenë të kujdesshëm kur bëjnë premtime publike, dhe në këtë rast edhe kryeministri është dashur të jetë më i kujdesshëm kur bën premtime publike, sepse siç po shihet, pra tash faktikisht ky është një premtim bosh. Përfaqësuesi i zyres së kryeministrit Halil Matoshi thotë se fajin për zvarritjen e procesit të liberalizimit të vizave e kanë qeveritë e kaluara. E ka instalu një dinamik të qeverisëse me fokus zbatimin e vendimeve, ligjeve, ideve, projekteve, sepse shumë punë kanë ju dhënë si ide ose ju bën ligje dhe asnjëherë nuk ju zbatu, për shkak mungesës së performancës qeverive të kalume, por se tash qeveria Haradinaj është e fokusuar në zbatimin e plotë të MSA-s dhe agjendës reformës evropiane, dhe këto besoj që me zbatimin e plotë të tyre, liberalizimi i vizave do të ndodhë ma shpejt se sa janë pritjet e pesimistëve. Ndërsa Grejqevci mendon se jetëgjatësia e qeverisë Haradinaj është e lidhur me demarkacionin. Pra, siç ka qenë çështja e demarkacionit, e cila e ka rrëzuar në një formë apo tjetrë në qeverinë e kaluar, edhe jetëgjatësia e kësaj qeverie është e ndërlidhur ngushtë me çështjen e ratifikimit apo mos ratifikimit të demarkacionit. Edhe në takimin e fundit të kryeministrit Ramush Haradinaj me përfaqësuesit më të lartë të Bashkimit Evropian është diskutuar për demarkacionin, por BE-ja nuk është lëkundur nga qëndrimet e veta se ratifikimi i kësaj marrëveshje është kusht për liberalizimin e vizave.
Njëri ndër dy kushtet e vëna Kosovës nga BE-ja për liberalizim të vizave, ratifikimi marrëveshjes për kufirin me Malin e Zi, u komentua nga kryetari LDK-s Isa Mustafa. Paralajmëroi se LDK-ja do të votoj për marrëveshjen e nënshkruar me Malin e Zi për këtë çështje. Natyrisht se ne do të votojmë çdo gjetje, por do të votojmë çdo marrëveshje shtetërore që bëhet ndërmjet Kosovës dhe Malit të Zi. Asnjë gjetje të njëanshme nuk voton lidhje demokratike, por vetëm ato që janë të vërteta dhe që ndërlidhen me marrëveshje shtetërore, sepse nuk është kjo marrëveshje njëanshme, por është marrëveshje e dyjanshme. Kufiri nuk mund vehet në mënyrë të njëanshme as me kutet e Shpëtim Bulliqit, as Ramush Haradinajt, por me mbi bazën shkencore, mbi bazën profesionale, por mbi bazën një marrëveshje të dyjanshme mes dy shtete. Ajo është kufiri. Kufiri një shteti nuk ka, po ka dy shtete. Kryeministri Ramush Haradinaj u prononcua shkurt për vendimin e Interpolit për heqjen e një urdhër arresti ndërkombëtar ndaj tij të lëshuar nga Serbia, në bazë të cilit ai ishte ndaluar gjatë udhëtimeve të tij së fundi në Francë. Serbia akuzonte Haradinajin për krime lufte dhe pse dy herë është shpallur i pafajshëm në gjykatën ndërkombëtare në Hag. E ndjekim deklaratën e kryeministrit Haradinaj. A keni marrë ndonjë përgjigje që është larguar e emërijuar për Interpolit? Jo, përveç në media e kom lexuar dje, që marrë hiç me këtë temë. Faleminderit shumë. Kryeministri Ramush Haradinaj për nder të ditëlindjes së 73 të ish presidentit të Kosovës Ibrahim Rugova bëri homazhe te varri i tij si dhe vizitoi familjen Rugova. Homazhe te varri i presidentit Rugova bëri edhe udhëheqja e LDK-s. Kryeministri Ramush Haradinaj çmoi lart kontributin e ish presidentit Ibrahim Rugova që i ka dhënë Kosovës. Sot nderojmë te varri i presidentit Rugova, nderojmë në ditëlindjen e presidentit Rugova, jeta dhe vepra e tij ka qenë çdo herë lajm i mirë për Kosovën, pra një punë e vlefshme historike, edhe sot në ditëlindje i themi faleminderit. Pas homazheve, kryeministri Haradinaj vizitoi edhe familjen e ish presidentit Rugova. Edhe përfaqësues të Lidhjes Demokratike të Kosovës bën homazhe tek shtatorja e presidentit Rugova në sheshin që mban emrin e tij. Kryetari i LDK-s Isa Mustafa tha se presidenti Rugova është njeriu që i ka vënë themelet e shtetëndërtimit të Kosovës. Po jemi këtu sot për të respektuar presidentin Rugova me rastin e datëlindjes së tij. Është një prej figurave më të rëndësishme që ka dhënë Kosova, njeriu që ka vënë themelet e shtetëndërtimit të Kosovës, i cili ka punuar shumë për lirinë, pavarësinë dhe demokracinë, ashtu siç ai e ka lidhur si trindom këtë përkushtim të popullit të Kosovës dhe tij për Kosovën. Ish presidenti Ibrahim Rugova ka lindur më 2 dhjetor të vitit 1944 në Cërs dhe vdiq me 21 janar 2006. Në Prishtinë u mbajt konferenca e 7 gjyqësore e Republikës së Kosovës, u theksua se sistemi gjyqësor vazhdon të përballet me luftën kundër korrupsionit, mungesën e llogaridhënies, ndërsa integrimi i të gjithë gjykatësve në veri të sistemit të Kosovës u përmend si arritur gjatë këtij viti. Kosova që nga shpallja e pavarësisë deri më tash ka ndërmarrë një sër veprimesh me qëllim të konsolidimit të sistemit të drejtësisë dhe në funksion të respektimit të rendit kushtetues, tha presidenti i Kosovës Hashim Thaçi. Si presidenti i Republikës së Kosovës, bazuar në propozimet e Këshillit Gjyqësor të Kosovës, ka membruar 100 gjyqtar, prej tyre 40 gjyqtar janë nga komunitetet jo shumicë dhe janë funksionalizuar gjykatat në tërë territorin e vendit. Konsideroj që ky vit është i veçantë për Republikën e Kosovës nga se shteti i Kosovës po ndërtohet mbi parimet kushtetuese të gjithëpërfshirjes, të barazisë dhe të lirisë së çdo individ. Ambasadori i SBA-s në Kosovë, Greg Delaui, theksoi se forcimi i sundimit të ligjit në Kosovë është prioriteti i tij kryesor. Shtoi se do ta ndihmojnë Kosovën në luftimin e korrupsionit.
Bashkarisht kemi mundësi që të shënojmë përparime në forcimin e institucioneve të sistemit të drejtësisë, por edhe t'i trajtojmë mangësitë e sistemit që sjellin shkallën e lartë të mosbesimit të publikut për gjyqësorin. Këtë vit kemi pasur disa arritje të rëndësishme, ndërto zbatimi i suksesshëm i marrëveshjes për drejtësi të arritur përmes dialogut për integrimin e gjyqtarëve dhe prokurorëve dhe personelit tjetër në sistemin e Kosovës. Ndërsa Ministri i Drejtësisë Abelar Tahiri theksoi se për të arritur përgjegjësinë janë duke konsoliduar legjislacionin që do të jetë një reformë e thellë për llogaridhënie dhe përgjegjësi në sistemin gjyqësor. Për të arritur efikasitetin, jemi duke konsoliduar çështjet e reja që mundsojnë shërtim më të shpejtë të lëndë, si dhe jemi duke fuqisuar masat alternative të zgjedhjeve të kontesteve. Kjo konferencë u mbështet nga Organizata për Siguri dhe Bashkëpunim në Evropë. Rivotimi në rrethin e dytë të zgjedhjeve për kryetar të komunës së Istogut do të mbahet më 17 dhjetor, mori vendim Komisioni Qendror i Zgjedhjeve. Fushata zgjedhore e dy kandidatëve, Gani Dreshajt të AK-s dhe Haki Rrugovës të LDK-s, do të zgjas 5 ditë nga 11 dhjetori deri më 15 dhjetor. Pas vendimit të panelit zgjedhor për ankesa dhe parashtresa për përsëritje të rrethit të dytë të zgjedhjeve për kryetar të komunës së Istogut për shkak të parregullsive, Komisioni Qendror i Zgjedhjeve diskutoi për datën e rivotimit në këtë komunë. Tashmë të gjithë e keni parajush edhe vendimin e PZP-s, i cili është i plotfuqishëm duke u bazuar në vendimin e Gjykatës Supreme, i cili vendim na obligon që të përsëritet votimi i raundit të dytë të zgjedhjeve lokale për kryetar të komunës së Istogut. Në bazë të këtij vendimi ne duhet të caktojmë një datë. Por fillimisht antarët e KQZ-s nga LDK-ja dhe PDK-ja propozuan që askush mos të largohet nga lista e votuesve jashtë vendit, por vetëm të konfirmohen të dhënat e votuesve. Janë që të përcaktohen format dhe variantë se si të verifikohen prapë ta që janë në listën për rënd dytë që janë të verifikuar, por nuk janë që të largohen për listë votuese asnjë që ka drejt votë, sepse këtë drejt neve s'na jep kërkush mi largu. Mos të ketë aplikim të ri për votim jashtë vendi, po të mbetet kjo listë e cila do të verifikohet për një kohë nga drejtoria. Propozimi i tyre u përkra edhe nga antarët e tjerë të KQZ-s. Unë e përkraj domon propozimet e kolegëve që folen paraprakisht, pra që ne të kemi një proces verifikimit, se na urdhëron edhe BZAP-i, domon edhe si detyrim me vot tashmë këtë, domon ka mbet në anën e Komisionit Qendror Zgjedhor se të gjejmë mënyra. Ta votues të verifikohen duke kërkuar kritere shtesë, natyrisht në këtë rast duke kufizuar për Istogun gjithmonë, që gjithmonë me synimin me u siguru që janë votues të lehtëshëm dhe votojnë në mënyrë të rregullt. Antari i KQZ-s nga radha televizjes Vetvendosje, Adnan Rustemi, tha se votat me post në Istog kanë qenë të manipuluara edhe në zgjedhjet për kandidatët për kuvendin komunal. Kundërligjshëm janë zgjedhur edhe 3 asamblejist në kuvendin e Istogut, të cilët në zgjedhje të rregullta në vend votimes kanë marrë as 50 vota si struktura. Me këtë konstatim u pajtua edhe Sami Hamiti i LDK-s. Në rastin e parë për asamble, 3 asamblejist kanë ardhur me vota komplet manipulueme. Pas këtyre diskutimeve u vendos që 17 dhjetori të jetë data kur do të mbahet rivotimi në Istog. U miratua edhe plani operacional. Kush është që 17 dhjetori të jetë data kur do të bëhet rivotimi në komunën e Istogut për kryetar komune, kush është për? Faleminderit. Fushata zgjedhore fillon me 11 dhjetor, pra deri me 16. 15 në fakt, me 15, pra prej 11 dhjetor deri me 15 dhjetor, me 16 dhjetor është thjeshtja zgjedhore. Kush është pra për këtë plan operacional? Në mbledhjen e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve u bëi ditur edhe dizajni i ri i flet votimit. Këto është i zmadhum sa me u pa. Kryetari zgjedhur i Prizrenit nga radhë televizjes Vetvendosje Mytaer Haskuka paralajmëroi pa di për shpifje ndaj 3 zyrtarëve të PDK-s. Tha se videomateriali publikuar nga PDK-ja nuk paraqiste ndonjë parregullsi në procesin zgjedhor.
Gjitha pretendimet e PDK-s për të krijuar opinion se ka pasur parregullsi janë të pavërteta. Pra, 2 javë nga humbja e zgjedhjeve, PDK-a mundohet të shpif dhe të dezinformon opinionin me servilet e tyre, të cilët janë të punuar për ta, duke munduar që të përhapin sa më shumë dezinformata. Ne në këtë rast do të paraqesim kallëzime penale për shpifje për zotin Blerand Savlesi, Kujtim Gashin dhe Gjocin, si dhe padi për dëmshpërblim për komisionerët tanë të cilët janë përfolur padrejtësisht në këto video. Për nder të 3 dhjetorit ditës ndërkombëtare të personave me aftësi të kufizuara, u organizua një tërheqës diskutimi për pozitën e kësaj kategorie. Kryeministri Ramush Haradinaj tha se disa projekt ligje ende nuk janë miratuar, por së shpejti do të procedohen në kuvend për shqyrtim. Si është shumë e rëndësishëm personat me aftësi të kufizuara të mos i shohin si barë për shoqërinë, por si vlerë për shoqërinë, tha Bujar Kadriu nga Forumi Kosovar të Aftësisë së Kufizuar, që përfshi një mori organizatash. Mandati jon është që çdo person me aftësi kufizuar në vend, pa parasysh se kujt takon, duhet ta ndi se është i dobishëm për këtë vend. Nuk duhet ta kuptojë as institucionet, as shoqëria, si personat me aftësi kufizuar janë barë e shoqërisë, por kjo pjesëmarrje dhe vetë potenciali juaj profesional, intelektual edhe motivi juaj për një jetë, konsiderojnë që ne kemi vlerë. Ende ka punë për të bërë në avancimin e të drejtave të personave me aftësi të kufizuara, tha kryeministri Ramush Haradinaj me rastin e shënimit të ditës ndërkombëtare për personat me aftësi të kufizuara. Kreu i ekzekutivit përmendi disa projekt ligje që ende nuk janë miratuar, por që sipas tij shumë shpejt do të shkojnë në kuvend për shqyrtim dhe miratim. Edhe sot ky takim pra ju që keni ardhur keni bërë shumë mirë, sepse po ja vërtetoni Kosovës rëndësinë e kësaj teme, interesimin e madh që ekziston për këtë temë. Këto kemi pas rast me ma thonë, gjithë ju me ma thonë edhe në takime që kemi bërë bilateral. Zëvendës ambasadori i Italisë në Kosovë, Matteo Corradini, kërkoi nga institucionet e vendit që të bëjnë më shumë për ta përkrahur këtë kategori. Është shumë e dëshirueshme që institucionet lokale të vazhdojnë një bashkëpunim me shoqërinë civile në mënyrë që të monitorohen të drejtat e personave me aftësi të kufizuara dhe të kenë qasje në informim dhe mundësive për punësim. Çdo vit më 3 dhjetor shënohet dita ndërkombëtare e personave me aftësi të kufizuara, e cila është shpallur nga Asambleja e Kombeve të Bashkuara në vitin 1992, me qëllim të promovimit të kuptuarit të çështjeve mbi aftësinë e kufizuar dhe të mobilizimit në përkrahjen për dinjitet, të drejta dhe mirëqenie të personave me aftësi të kufizuara. Pasqyrojmë një aksion vullnetar në shkollën fillore Xhemail Mustafa në Prishtinë, nxënësit, prindërit e tyre dhe mësimdhënësit u hodhën në veprim për pastrimin dhe lyerjen e shkollës. Ka prindër të nxënësve të shkollës fillore Xhemail Mustafa në Prishtinë me vetë dëshirë po kontribojnë për një ambient sa më të mirë për shkollën ku fëmijët e tyre vijojnë mësimin. Në secilën klasë të shkollës, puna kishte filluar që në orën 9. Ne këshilli prindërve kemi marrë bim dhe i kemi përgjigj këtij aktiviteti. Shumë një aktivitet të qëllum, me po edhe prind mu njëftu, njëni me tjetrin, mirë shumë. Puna shumë mirë, shumë letë, sështë diçka punë e ronë. Kishte të atjilë që ishin kujdesur edhe për ushqimin nga shtëpia. Kemi sjell ushqim për nxënësit dhe për prindërit që janë vullnetar për vetëqerosjen dhe pastrimin e klasës. Pjesë e këtij aktiviteti ishin edhe mësimdhënësit. Kushtet edhe këtu kanë ardhur një numër i konsiderueshëm i prindve, njerë me gënqëros, me pastrua, kështu që ardhja dhe kjo është shumë edhe një kënaqësi e veçantë kur bashkëpunojnë edhe komuniteti, edhe arsimtarët edhe shkolla, dhe kështu që po ndjem edhe mirë, kështu po ambientohem shumë mirë. Nuk mungante as kontributi i nxënësve. Këto e kena bu vetë vullnetarisht, edhe shpresoj që edhe shkolla tjera njëjtin sen kanë me bu bashkë me nxënësa. Njëra të lyj shkollën, pra të i ndihmu për me lyj shkollën, pasi që ka shumë vjet pra që nuk u lyj,
do të provoj me marrë poster. Kjo aktivitet është shumë i mirë për shkollën tonë, kemi fituar nga nxënësat e shkollës tonë që bëhet me ndihmën e prindve. Ky aktivitet u zhvillua fal donacionit të gizit gjerman. Në mesin e 300 shkollave që kanë konkuruar, 100 janë financu, do më thonë nga gizi janë pajisë me tabela shkollore në për klasë. Pjesë e këtij projekti ka qenë edhe ky aktiviteti i sotëm, do më thonë që prind duhet kontribojnë të jenë pjesë e shkollës dhe të jenë gjithë përfshirës në mesin e shkollës. Prind janë përgjigjë me gatishmërinë më të madhe dhe sot janë gjitha klaset mbushura me prind duke e ngjyrosur klaset. Të hënën pritet që çdo gjë të jetë gati për të filluar mësimi. Rreth 1000 eksponate gjenden në Muzeun e Gjilanit, por vetëm 300 prej tyre janë ekspozuar për vizitorët për shkak të mungesës së hapësirës, si dhe mungesës së stafit profesional. Muzeu i qytetit të Gjilanit, i vendosur në një nga zonat më të frekuentuara të qytetit, tashmë ka bërë një vit nga themelimi i tij. Duke qenë muzeu i parë dhe i vetmi në këtë qytet, është mjaft i dashur për gjilanasit, të cilët përveç që e vizitojnë, kontribuojnë me dhënien e eksponateve të cilat i kanë gjetur apo trashëguar. Njëri ndër dhuruesit e eksponateve në këtë muze është këpuctari Agim Mehmet. Ai tha se ka dhuruar të gjitha mjetet e punës të trashëguara nga i ati. Muzeet e Gjilanit këmë pas që babës time, që ka punue 7-5 ka punu që atë dukojnë ku jenë komune. Unë ja këmis me përsërit zanatin ati. Ke që kom pas mjete, i kom pru muzej, kom pas qef. Ma mirë këtu me nejtë se më më shpërnda me më hupë. 300 artefaktet e ekspozuara duket se kanë shëndruar këtë muze në një nga vendet më të dashura për qytetarët e Gjilanit. Gjilani ka herë ka pas nevoj. Fatmirësisht vitin e kaluar është kriju muzeu i qytetit, i cili është shumë i domosdoshëm për popullatën e këtij regioni. Pasi që ky muze nuk ka të bëjë vetëm me qytetin, por me gjithë regionin e Ana-Moravës. Pavarësisht se punëtorët e këtij institucioni kanë inventarizuar rreth 1000 eksponate, në Muzeun e Gjilanit janë të ekspozuara vetëm 300 prej tyre. Drejtori i Qendrës Rajonale për Trashëgimi Kulturore në Gjilan, njëherët edhe drejtuesi i muzeut, Arton Hoxha, thotë se ka mungesë të hapësirës dhe stafit. Muzeu është gjithë përfshirës, domethënë, i kemi sektorin arkeologjik që i kemi në katën e parë, kurse katën e dytë kemi domethënë etnografi, poçari, domethënë është gjithë përfshirës. Mungesa punëtorëve domethënë që është prej themelimit të qendrës është një mungesë, domethënë jemi vetëm 4 persona që jemi të marrë këtë qendra këtë muze, kështu që ka nevojë zakonisht madhe. Edhe me hapjen e muzeut domethënë na shtu një punë tjetër, kështu që ne po mundohemi me këto kapacitete që i kemi ta mbulojmë, por kemi nevojë edhe për staf të muzeut, kemi nevojë edhe për staf të qendrës, kështu që sa më shumë njerëz besoj që edhe puna ka më qenë më e suksesshme. Vetëm një vit nga themelimi, ky muze është vizituar nga 3000 njerëz të cilët duan trashëgiminë kulturore. Njëra nga punëtorët e pakt në këtë muze, Gjylshen Berisha, tregon për një nga vizitat më të veçanta në këtë institucion. Vizitorët janë të moshave të ndryshme, por do t'i veçoja disa, ndërta është tani më albanologu i ndjerë, i cili veç se ka ndërruar vjetë, Robert Elzie, i cili na bën nder me vizitën e tij me 28 tetor të vitit 2016. Muzeu i Gjilanit ndahet në disa sektor, në atë arkeologjik, sektorin e trashëgimisë shpirtërore dhe sektorin etnografik. Ky muze, i cili pritet të ketë edhe një hapësirë të re ekspozuese, do të pasurohet edhe me eksponate të reja nga 35 koleksionuesit privat në Ana-Moravë. Sot janë zhvilluar 2 takime të Xhiros së 18 përkatësisht të fundit të pjesës vjeshtore të garave të Vala Superligës së Kosovës në futboll. Veronikeli e Prishtina kanë luajtur Baraz Pagola, kurse Drenica mundi Lirin 1-0. 3 takime të kësaj Xhiroje zhvillohen të dielën përballën Llapi Trepçat 89, Besa Vllaznimi dhe Drita Gjilani. Takimi i parë i Xhiros është zhvilluar të premten, Vllaznia e ka mundur Flamurtarin 2-0.
Tani të ndjekim kronikën nga dy ndeshjet e sotme. Përballja ndërmjet Felonikelit dhe Prishtinës gjithnjë është ndeshje për t'u veçuar. Ashtu ishte edhe kësaj radhe, ndonë se u mbyll pa shënime dhe u zhvilluani në teren të rënd për futboll. Si të që të jetë, nuk munguan momentet e mira, rastet e pastra shënimi dhe angazhimi maksimal i futbollistëve. Një prej rasteve të para të takimit ishte për vendasit përkatësisht për Felonikelin, që nëpërmjet Dabiçajt tenton të realizonte në portën e Bekajt, por portieri mysafir priti mirë. Feronikeli afër shënimit edhe në minutën e 11 kur me ndurim Hoti, kalon në mënyrë fantastike dy futbollistë të Prishtinës nga mesi i fushës dhe më pas gjuan, por sërish reagon Bekaj. Në anën tjetër, rast ideal për Prishtinën në minutën e 18. I pari tentoi Pevçeli, pret Maljoku, nga topi i kthyer Bozhović e Ahmeti nuk arrin të realizojnë pothuajse me portën e zbrazët. Në minutat në vijim, Prishtina pati iniciativën dhe afër shënimit edhe në minutën e 32, por sërish Bozhović nuk reagoi mirë dhe u ndal nga Maljoku. Pjesa e parë mbyllet ashtu si edhe nisi takimi, ndërkaq në periudhën e dytë, rastet dukshëm më të pakta dhe kryesisht në të mirë të Feronikelit. Mundësi të mirë pati Ahmet Halite në minutën e 56, por nuk arriti të realizojë. Kurse rasti më i mirë në këtë periudhë të lojës për Feronikelin ishte ai i minutës së 71, kur Visar Bekaj shpëtoi gol pothuajse të sigurt në tentimin e Haxhishalës. Në këtë mënyrë, përballja u mbyll me rezultatin me të cilin edhe nisi 0-0. Pavarësisht problemeve organizative dhe krizës financiare, Drenica vazhdon të jetë skuadra e momentit në Kosovë, madje ndoshta me formën më të mirë aktualisht në Superligë. Futbollistët e Drenicës arritën fitore edhe ndaj Lirisë, njërit prej rivaleve më të fortë, në ndeshjen e zhvilluar në stadiumin Rizalushta në Mitrovic, pasi stadiumi Bajram Aliu në Skënderaj nuk ishte në gjendje për të pritur takimin e xhiros së fundit të pjesës vjeshtore të garave. Që nga fillimi i takimit, Drenica skuadrë më e mirë në teren. Një prej mundësive të para për të shënuar, vendasit e patën nëpërmjet Hysen Tahirit, i cili nuk arriti të realizojë në minutën e 24. Rast tjetër të mirë, Drenica pati edhe nëpërmjet Dajakut, i cili gjuajti nga rreth 25 metra, por shënimi nuk u arrit. Pjesa e parë u mbyll pa gola. Edhe në periudhën e dytë të lojës, pamje e njëjtë. Drenica dominim të madh dhe raste të shumta. Në anën tjetër, Liria më së afërmi shënimit në këtë periudhë të lojës ishte në minutën e 75 nëpërmjet Zenel Gavazajt, por nuk arriti të realizojë. Në minutën e 82, Drenica rast pas rasti, por prap nuk erdhi shënimi. Siç nuk erdhi edhe një minutë më vonë kur Lirin e shpëtoi portieri Bakaj. Si të që të jetë, gjithë ky ngulmim, Drenicës ju shpagua në sekondat e fundit të takimit, kur Genc Hamiti realizoi në minutën e 92 për të siguruar fitoren skuadrës nga Skënderaj. Ndoqët magazinën informative 21 Live News i falenderoj për vëmendjen tuaj dhe mirupafshim.